Ballkani Perëndimor ka një rëndësi të jashtëzakonshme e provohet, është e dukshme nga fakti që vetë presidentja e Komisionit Evropian vendosi të ishte vetë këtu. Është një mrekulli që ta shohësh këtu në auditor dhe është kënaqësi e madhe për mua t'i uroj mirëseardhjen në sken. I uroni mirëseardhjen në Shqipëri zonja e zotrinj presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. And being here once again stresses the value. Prania e saj këtu thekson edhe një herë vlerën. Prania personalisht e presidentes tregon theksin që BE-ja i jep këtij rajoni. Zonja presidente, kënaqësi t'ju kemi këtu. Improvizim. Faleminderit shumë kryeministër i dashur Edi për organizimin e këtij forumi këtu në Tiranë. Zonja e zotrinj, në fakt një vit më parë erdha në Shqipëri e vizitova të gjithë rajonin me një zotim. Një zotim që qytetarët e kompanitë e Ballkanit Perëndimor do të nisnin të përjetonin Bashkimin Evropian në jetët e tyre të përditshme e që ju do të ndjenin të mirat e ecjes përpara së bashku. Pas një viti, ka ndodhur pikërisht kështu. Më lini t'ju jap një shembull. Më kujtohet shumë mirë i dashur Edi, kur më the në fillim që doni që Shqipëria të bëjë pjesë e hapësirës së përbashkët pagesës në euro, SEPA. Shërbimet e mia thanë që do duhej të bënit shumë punë nga ana juaj. Do duhej shumë vendosmëri për të miratuar reformat dhe shumë kohë. Por për më pak se 2 vjet e bët realitet. Që javën e shkuar, kompanitë këtu në Shqipëri mund të dërgojnë para në Bashkimin Evropian e të marrin para prej andej me kosto tejet të ulta dhe ambasadori më tha që e ka provuar sistemin. Më 6 tetor, ai donte të çonte para nga Brukseli në Tiranë, ndërkohë që parave ju duhet 3-4 ditë të mbrinin në Tiranë me një kosto prej 50 eurosh. Më 8 tetor, dita kur u bët pjesëtar të SEPA-s, bëri të njëjtën gjë, dërgoi para nga Brukseli në Tiranë. Dërgesa u bë brenda pak minutash dhe pa asnjë kosto. E njëjta gjë po ndodh edhe në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut. Tarifat e transaksioneve në Ballkanin Perëndimor ishin 6 herë më të larta se sa në Bashkimin tonë Evropian. Ndërkohë që anëtarësimi në SEPA do t'ju kursej kompanive tuaja afro 500 milion euro në vit. Këto janë para reale në bilancet tuaja. Kjo është pikërisht ajo që do të thota përjetosh Bashkimin Evropian në kontinentin Evropian në jetën e përditshme. Është përparim jo vetëm në letër, por në realitet. Dhe fal punës së madhe të udhëheqësve si ju, Edi, e këmbguljes së qytetarëve shqiptar, ky ndryshim po të ndodh këtu dhe tani. Zonja zotrinj, ky shembull është provë një fakti të thjeshtë. Ballkani Perëndimor është tashmë në mënyrë të konsoliduar në rrugtimin e vet për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe e dim se çfarë do të thotë kjo në terma ekonomike. Sepse e kemi parë të ndodhë më parë. Të gjitha vende që janë bërë pjesë e Bashkimit tonë Evropian kanë përjetuar një rritje të pabesueshme ekonomike. Mendoni për valët e fundit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ekonomia e Polonisë u tretëfishua në madhësi për më pak se 3 dekada. Në Kroaci papunësia u ul nga 17% në 4% vetëm për një dekadë.
E njëjta gjë do të ndodhë edhe në mbar Ballkanin Perëndimor dhe nuk po flas për një të ardhme të largët. Ekonomitë tuaja janë të prirura të rriten tashmë me shpejtësi vitet që vijnë. Dhe ne e miratuam planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor saktësisht për këtë arsye. BE-ja çel sektorët e vet ekonomisë për bizneset tuaja, së bashku punojmë për reforma për patur një fushë barabartë loje, e krah reformave vijnë investimet. Plani i rritjes i Ballkanit Perëndimor synon dyfishimin e PPB-s rajonale për dekadën e ardhshme, kështu që mesazhi im për investuesit sot është i drejtë për drejtë. Mos e lini t'ju humbas kjo mundësi. Koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani. Dhe vjen mirë të shoh kaq shumë prej jush këtu sot, të gatshëm për të përfituar mundësitë e biznesit që krijohen nga një integrim i afërt. Për pak momente do të nënshkruajmë 10 marrëveshje të rëndësishme biznesi. Nesër do të diskutoni 24 investime të tjera të mundshme dhe së bashku ato mund të sjellin më shumë se 4 miliardë euro investime të reja në rajon. Kështu, kjo do të jetë një nxitje masive për të gjithë rajonin. Kompanitë lokale do të rriten për fal investimeve europiane dhe kompanitë nga Bashkimi Evropian do zgjerojnë veprimtarinë e tyre në rajon duke krijuar vende pune lokale e mundësi të reja për gjatë shumë zinxhirëve të vlerës. E megjithatë, çfarë e bën kaq veçantë këtë forum? Nuk është vetëm madhësia e investimeve që po shpallim. Me këto projekte, po e sjellim Ballkanin Perëndimor brenda politikës tonë industriale të Bashkimit Evropian. Po çelim disa prej iniciativave thelbësore ekonomike tonat për ju, dhe dua të flas për inteligjencën artificiale, dua të flas edhe për integrimin e industrive tuaja në tregun tonë përbashkët. Ndaj sot po përçojmë një sinjal të qartë te sektori biznesit. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Kjo duhet jetë motoja jonë. Dhe dua t'ju jap 3 shembuj. I pari, inteligjenca artificiale, i dyti për energjinë e pastër dhe i treti për zinxhirët e furnizimit. Dhe mlini tani me inteligjencën artificiale dhe më lini t'ju tregoj, t'ju rrëfej një histori që nisi shumë më përpara se sa mund ta kishim inteligjencën artificiale në telefonat tanë, 10 vjet më parë. Europa po ecte pas pjesës tjetër të botës në garën për fuqi kompjuterike. Kishim vetëm një superkompjuter në 10 kompjuterët më të mëdhenj global. Por pastaj kontinenti u mobilizua në tërësi dhe e bëm superkompjuterët për parësitë mandatit parë. Dhe sot kemi 4 superkompjuter në 10 kryesorët globalisht. Po pse është e rëndësishme? Kjo, sepse po i përdorim ta superkompjuter për të zhvilluar zgjidhje europiane të inteligjencës artificiale. Po ngrëm një rrjet fabrikash të inteligjencës artificiale në mbar Europën, dhe këto janë vende ku bizneset e startupet tona mund të zhvillohen, të trajnohen, e po kështu të dislokohen gjeneratat e tyre të ardhshme të modeleve të inteligjencës artificiale. Dhe sot mund të deklaroj që ne do të hapim fabrikat tona të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Ta nisim në ngritjen e 2 fabrikave antena në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi, dhe do ta shtrim këtë shtyllë kurrizore digjitale me shpejtësi të lartë në të gjithë rajonin. Dhe kjo do të lejojë kompanitë në të 6 vendet partnere të lidhen me këto fabrika. Që do të thotë kompanitë tuaja do të kenë mundësi të qasen infrastrukturës inteligjencës artificiale europiane këtu në rajon. Me fjalë të tjera, fuqia kompjuterike e Unionit do të jetë në shërbimin tuaj. Ashtu siç dua që të bëhet e ardhmja e inteligjencës artificiale, pra të bëhet në Europë, ashtu dua dhe që Ballkani Perëndimor të jetë në zemër të saj.
Shembulli i dytë ka të bëjë me energjinë e pastër. Zhvillimi i teknologjive të klasit të lartë, të pastër, është jo vetëm jetik për planetin, është jetik edhe për konkurrueshmërinë tonë. Çdo drejtues biznesi, çdo familje në Europë kujton krizën energjetike që u shkaktua me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe ndërprerjen e gazit për ne. Ju kujtohet tronditja e marrjes së faturave të papërballueshme të energjisë elektrike, çmime të cilat u rritën me shpejtësi, por së bashku i tejkaluam ditët më të këqija të kësaj krize, përfshi edhe përmes mbështetjes europiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Por faturat janë ende mjaft larta. Dhe ne e dim se çfarë i rrit çmimet. Është varësia jonë nga energjia fosile importuar, por e dim se çfarë i ul këto çmime. Duhet të prodhojmë energji më të pastër këtu në shtëpi. Energjia e ripërtëritshme është një energji që prodhohet së brendshmi, kësaj na jep pavarësi, është energji me kostot ulët, kësaj ul çmimet, e po kështu krijon vendet mira pune këtu në Europë. Por përpos prodhimit të energjisë pastër, na duhet po kështu të ecim edhe më mirë sa i përket ruajtjes në shkëmbimit të ndarjes së tij. Në fakt, kjo energji duhet ruhet kur ka bollëk dhe duhet të mund të transferohet lirisht aty ku është nevoja më e madhe. Dhe këtu bëhet sërish thelbësor vendi Ballkanit Perëndimor në Europë. Ju jeni të pozicionuar strategjikisht në kontinentin tonë. Vendet tuaja mund të bëhen qendra prodhimi, ruajtjeje e ndarjeje të energjisë pastër me pjesën tjetër të Europës. Sot do të nënshkruani një sër investimesh që bëjnë pikërisht një gjë të tillë, nga prodhimi i energjisë pastër në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, në ruajtjen e energjisë, mekanizmin e saj në Malin e Zi. Këto do të ulin koston e energjisë elektrike, po kështu do të kontribuojnë në pavarësinë tonë të përbashkët energjetike. Kështu që më lini të jem shumë e qartë. Ju po ndërtoni një shtyllë kurrizore tre energjetike, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por po e ndërtoni atë për të gjithë Europën, dhe ju jemi shumë mirënjohës për këtë hap novator përpara që po hidhni në emër të Bashkimit Evropian. Zonja e zotrinj, pika ime e tretë e fundit ka të bëjë me zinxhirët industrial të vlerës. Vitet e fundit kanë treguar se asnjë industri nuk duhet të mbështetet në një furnizues të vetëm për kontributet kritike apo lodh kritike. Të gjithë duhet të shmangim ato pengesa apo ngushti. Ndaj është jetike që të ndërtojë më shumë zinxhir furnizimi. Dhe kurdo që është e mundur, kjo punë duhet nisë këtu në Europë. Shumë prej projekteve që po diskutoni në këtë forum mund të plotësojnë këto hendeqe në zinxhirët e furnizimit industrial të Europës, për shembull, përmes prodhimit baterive për industrinë automotive, përbërës aktiv për industrinë farmaceutike, tekstile, dhe po kështu lista shkon e vazhdon. Këto investime krijojnë vende pune e vlerë të shtuar këtu në rajon. Por po kështu e bëjnë pjesën tjetër të Europës më rezistente, më konkurruese. Është në interes të ndërsjellë për ne që të integrojmë këto industri lokale strategjike në tregun e përbashkët evropian. Kështu që si mund ta bëjmë këtë realitet? Në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, po ndërtojmë një autostradë të tregut të përbashkët. Synimi është të sjellim industrit lokale në zinxhirët kontinental të furnizimit. Ta bëjmë këtë me integrim regulator e po kështu me alianca industriale midis kompanive në rajonin Bashkimin Evropian. Do ta nisim me sektorët parësor, ku do duhet të ndjeni dobitë e anëtarësimit në Bashkimin tonë Evropian edhe përpara se sa të bëheni anëtar. Në të gjitha
drejtimet e sektoret, argumenti im është i njëjti. Investimi në Ballkanin Perëndimor do të thotë investosh në një treg të ardhshëm kontinental 500 milion njerëzish. Ky është mesazhi që duhet përcjellim. Mesazhi është që projektet tuaja lokale kanë një përmasë europiane dhe një bazë klientele europiane. Kështu që çështja e biznesit është kaq të rëndë se kthimi i investimit është mjaft premtues për ju, për Ballkanin Perëndimor, për gjithë Europën. Kështu që zonja e zotëri, për çdo hap që Ballkani Perëndimor hedh drejt unionit ton, do të ketë mundësit reja që shfaqen dhe ju, drejtuesit ekzekutive, investuesit që jeni në këtë sallë, keni një rol thelbësor që duhet luani. Në fakt, këndvështrimi juaj është jetik ndaj në këtë konferencë. Na thoni, çfarë ju duhet prej nesh, që të shkyçim projekte të reja, na thoni ku e shihni potencialet më të mëdha për rritje. Na thoni ku piktakohen përparësitë tuaja me tona, në mënyrë që ne të mund të ecim përpara së bashku, sepse trajektoria e këtij rajoni është e qartë. E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda unionit ton. E na takon të gjithë dhe ne që ta bëjmë realitet. Kështu që faleminderit shumë që jeni këtu sot dhe rroft Europa. Faleminderit shumë. Long live Europe, indeed. Thank you so much to the President of the European Commission. And you've rightly said the time to invest is now. Tani është momenti për të investuar. Dhe kjo është ajo që do bëjmë pikërisht tani, siç thatë ju pak më përpara, ka disa investitorë në këtë sken. Të ftojmë prapë kryeministrin shqiptar Edi Rama, zoti kryeministër, ju lutem, bashkoni dhe ju me ne këtu. Because right now, indeed, sepse tani, pikërisht tani, do të dëgjojmë biznesmen, investitor, të cilët e shohin këtë rajon si jashtëzakonisht të rëndësishëm për të ecur përpara. Jemi shumë të lumtur që këtë kemi mundësi ta bëjmë bashkë në këtë sken me zonjën presidente dhe me zotin kryeministër në mënyrë që të vlerësohet ashtu siç duhet i gjithë kontributit tyre. Kompania e parë që do të njohim dhe vlerësojmë këtu në këtë panel është 4IG, është një kompani e cila është për ndërlidhjen rajonale. Zonja Valentina Superiti është antare e boardit, zoni Jean Ronenberg dhe antari tjetër i boardit, zoti Laszlo Belenesi. Ju lutem një duartrokitje për të gjithë. And to provide a little bit of background, për të kuptuar pak a shumë për kompaninë, për këtë kompani hungareze, shumë të rëndësishme në fushën e telekomunikacionit, që do të investojë 200 milion euro në një sektor jashtëzakonisht të rëndësishëm, i cili do të zhvillohet në përputhje me kibernetikën evropiane dhe standardet e saj. Ky investim do të sigurojë lidhje interneti në këtë rajon shumë të shpejta, shumë të besueshme dhe më pak të kushtueshme. 4IG është kompania e parë, është investimi i parë për të cilin ne do të flasim që do të shpallim. Ky është vlerësimi, urime 4IG-s, zonja dhe zotrinj, urime. And next up, the next signature will mark a very important step toward building trusted and sustainable AI infrastrukturën e inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Është 3CAS nga një grup kosovar investimesh, zoti Zef Dedaj dhe CEO zotin Hashimi. And just to give you a little bit of background, për t'u shpjeguar pak për kompaninë, është një kompani globale digjitale në fushën e inxhinierisë nga Kosova, e cila synon të investojë 30 milion euro për të ndërtuar një qendër të dhënash të pavarur që ka të bëjë me inteligjencën
artificiale. Është një iniciativë, është një qendër për të dhënat që do të fuqizojë më shumë punën kërkimore shkencore dhe rrjetet e edukimit dhe arsimimit në këtë fushë. Do të nxjisë rritjen dhe zhvillimit, është një jemi shumë të kënaqur që i kemi këtu këtë qendër që merret me zhvillimin të dhënave. Edhe një herë ju lutem një duar trokitje për këtë kompani. Kompania tjetër ka të bëjë pikërisht me fushën e bioteknologjisë me shëndetësinë. Është një kompani jashtëzakonishme zvicerane, Zotin Jankovic, Swiss Rocket nga Serbia. Zoti Jankovic vjen nga Agjencia e Zhvillimit të Serbisë dhe Zoti Miljanovic është CEO i kompanisë Swiss Rocket. Është një inkubator në fushën e bioteknologjisë që synon të zhvillojë dhe të sjellë 12 milion euro në fushën terapeutike në fushën e bioteknologjisë. Është një lajm jashtëzakonshëm. Ky investim do të tregojë se si bioteknologjia dhe inteligjenca artificiale do të përmirësojnë shëndetin, kujdesin shëndetësor në të gjithë rajonet. Urime Swiss Rocket, një kompani serbe. Kompania tjetër do të ndihmojë që të nxjisë zhvillimin ekonomik në rajon, prap një platformë bioteknike, Green Agro. And we have Refik Cemali nga Macedonia e Veriut dhe zonja Tanja Koteska në kompaninë Green Agro. Është shumë kënaqësi që i kemi sot këtu me ne. Green Agro është një kompani pioniere të themi në thonjza që është në fushën e probiotikëve. Do të investojnë në një platformë për ushqimin. Urime, shkënaqësi, urime Green Agro. A well-deserved endeavor, the biotech është një përpjekje në fakt e jashtëzakonshme për ushqimet në Maqedoninë e Veriut. Urime. Next up is CWP Europe, a solar farm and battery energy system storage in Montenegro kompani në Malinezi, e cila ka të bëjë me fushën e baterive. Diana Petrovic, Laura Plaku dhe Dimitar Enchev. Një duar trokitje i lutem për ta. Ms. Petrovic is from the Zonja Montenegrin Petrovic Investment Agency. Është nga Agjencia Malitezi, Laura Plaku nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit dhe Investive dhe Dimitar Enchev është CEO i kompanisë CWP me më shumë se 18 vjet përvojë. Do të ndërtohet një fermë e cila ka një voltazh prej 600 watt. Është një park ere, një energji ere e cila vjen në këtë rajon dhe siguron energjinë dhe sigurinë. Urime. Investimi tjetër ka të bëjë me rritjen dhe fuqizimin e sovranitetit dhe pavarësisë në fushën e për sa i përket energjisë së gjelbër. Nikola Jankovic dhe Emanuel Nikac nga Serbia. Nikola Jankovic është nga Agjencia e Zhvillimit në Serbi.